Në minutën e 66 të ndeshjes Lazio Milan, Rafael Leao bë protagonist për keq pasi nuk ishte dakord që t'i linte vendin gjermanit Füllkrug. Portugezi doli ngadalë nga fusha duke protestuar hapur për vendimin e trajnerit Allegri, edhe pse kuqezinjve i duhej të përmbysnin rezultatin 1-0. Në këtë moment, regjia fokusoi drejtorin sportiv të Milanit, Iglitaren, i cili u shfaq shumë i nervozuar me portugezin Rafa Leao. Tare po fliste me Matteo Gabian duke ju ankuar për sjelljen e yllit të ekipit, i cili më pas refuzoi dhe përqafimin e trajnerit Massimiliano Allegri.